Atëherë përshëndetje. Jemi në mbledhjen e radhës Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrja në mbledhje është 12 këshilltar. Para se të filloj, dua t'ju uroj në këtë sesion të ri të vitit 2026 punë të mbar, bashkëpunim dhe vendimarrje të përgjegjshme në interes të komunitetit. Mbledhja e Këshillit është thirrur ose është organizuar dhe thirrur në zbatim të rregullores. Në zbatim nenit 53.4, nenit 56.2 gërmat ligjit 139/2015 për vetë qeverisin vendore. Paraprakisht jeni të njohur me rendin e ditës, besoj të gjithë, sepse ju është përcjell materiali me email. Pasi kemi lexuar materialet e komisionit, kryesisht Komisioni i Ligjeve, i cili ka pat për detyrë shqyrtimin e pikës 4 dhe 9 të rendit ditës. Nuk dua ta kaloj në votim para se ta them këtë. Nga ekzekutivi është kërkuar tërheqja nga shqyrtimi i pikës 9. Besoj ma konfirmojnë antarët e Komisionit Ligjeve. Pra, rendin e ditës do ta lexoj pa pikën 9, e cila tërhiqet për një kohë më pas. Atëherë, kemi ndonjë kërkesë paraprakisht për një shtim të një pikë tjetër apo heqje? Jo. Lexojmë rendin e ditës. Pika 1, miratimi i rendit ditës. Pika 2, miratimi i procedurës mbledhjes datë 17/12/2025. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 17/12/2025. Pika 4, vendim mbi kriteret e përdorimit të fondit kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6%. Pika 5, vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat bashkisë për muajin dhjetor 2025. Pika 6, vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin dhjetor 2025. Pika 7, vendim mbi përdorimin e grantit me bazë performance e fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Pika 8, vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2026 nga fondet e trashëguara nga viti 2025. Pika 9, vendim për disa ndryshime në vendimin numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjeve në varësi për vitin 2026. Pika 10, raport për djesat publike për vitin 2025. Kush është dakord me këtë rendite? 12 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në pikën 2, miratimi i procedurës verbalit mbledhjes së Këshillit datë 17/12/2025. Kemi ndonjë vërejtje apo ndonjë kërkesë për korrigjimin e procedurës verbalit? Konsiderohet e zavruar. Miratohet dhe pika 2. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratuara mbledhjen e datës 17/12/2025. Të lutem, Rafaela. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 17/12/2025 u morën gjithsej 7 vendime nga numri 79 deri në numrin 85. Vendimet janë të bardhur në afat dhe janë përcjellë drejtorive përkatëse për ekzekutim. Nga këto vendime, vendimi me numër 81 dhe 82 i është përcjellë prefekturës dhe na ka ardhur përgjigje se vendimet janë në përputhje me ligjin. Gjithashtu, më lejoni t'ju bëjmë dije se në datën 9/12/2025 patëm një kontroll në vend nga prefektura, ku objekti i kontrollit ishte verifikimi i ligjshmërisë së akteve normative të organit përfaqësues dhe organit ekzekutiv të Bashkisë Patos për periudhën shtator-nëntor 2025, si dhe vendimet e kthyer nga prefekti si vendime në kundërshtim me ligjin për periudhën objekt verifikimi. Si përfundim, për periudhën shtator-nëntor 2025 nuk ka akte normative të padepozituara për verifikim ligjor nga prefekti i Qarkut Fier, nuk ka akte të kthyer si në kundërshtim me ligjin dhe për periudhën shtator-nëntor 2025 nuk ka akte të kundërshtuara për pavlefshmëri në gjykatë. Faleminderit. Faleminderit, Rafaela. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4. Për vendim mbi kriteret e përdorimit të fondit kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6%. Paraprakisht ja kaloj fjalën ekzekutivit.
Okej. Me një këshilltar, Claudio Alisinana është prezent në sallë. Jemi 13 këshilltar. Përshëndetje. Relacion mbi kriteret e përdorimit të fondit kushtëzuar për bllokndihmën ekonomike deri në 6%, si dhe të ardhurat e bashkisë. Pra duke qenë se jemi në fillim vitit, po bëjmë rifreskrim të kritereve, por të cilat nuk e se kemi në ndryshim nga vitet e kaluara. Themi nga viti 2021 në vijim. Atëherë, sektori i shërbimit social parashikon si kriteret për të përzgjedhur për të trajtuar për fondin shtesë mbi fondin e kushtëzuar ose nga të ardhurat e bashkisë, të cilat janë të njëjta, janë këto. Familjet në nevojë do të përzgjidhen nga lista e familjeve që kanë aplikuar brenda 3 muajve të fundit nëpërmjet regjistrit elektronik, pra nëpërmjet sistemit për ndihmën ekonomike, por që nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit. Pra janë ndjekur për arsye të pikëve të pamjaftueshme. Kriteri i dytë kryesor është që të mos jenë refuzuar nga sistemi i pikëzimit për deklarim të rrem. Të paktën për 6 muajt e fundit mos kanë bërë deklarim të rrem. Ndryshe për 6 muaj këta janë në listën e kuqe dhe nuk mund të riaplikojnë. Përparësi për përfitimin e ndihmës ekonomike do të kenë kategoritë e mëposhtme. Kryefamiljare gra të veja me të paktën një fëmijë që ndjek arsimin bazë ose të lartë. Kryefamiljare gra të divorcuara me të paktën një fëmijë që ndjek arsimin bazë ose të lartë. Vajzat nëna, personat në moshë mallore të mbetur vetëm në trungun familjar pas vdekjes së prindërve të tyre. Familje në vështirësi të madhe ekonomike pas një lloj të ardhurë tjetër. Për këto familje përparësi do të ketë gjendja sociale ekonomike e përcaktuar në formulari i vlerësimit social ekonomik, i cili kryhet po ashtu nga administratorët e bashkisë patos ose të njësive, si dhe numri i pjesëtarëve të secilës familje. Rastet kur kryefamiljari ose ndonjë antar madhor është i paaftë për të punuar, por për shkak të legjislacionit në fuqi, ai nuk përfiton pagesën e aftësive të kufizuara. Pra nuk trajtohet me pak. Nuk përfitojnë ndihmë ekonomike familjet dhe pse mund të plotësojnë kushtet e mësipërme, familjet e mëposhtme. Nëse u propozohet qoftë edhe një herë të vetë me punë dhe nuk pranojnë të punojnë, do me thënë refuzojnë punësimin. 2. U propozohen kurse të formimit profesional dhe nuk pranojnë të ndjekin këto kurse për të përfituar aftësi të reja profesionale. Refuzojnë vlerësimin social ekonomik në familje nga administratori shoqëror i ndihmës ekonomike, pra nuk pranojnë të kryejnë formularin e deklarimit. Si dhe fshehin informacionet ose kryejnë deklarim të rrem, siç e përmendëm dhe më sipër. Këto janë kriteret për këtë vit, si për ndihmën 6% edhe për të ardhurat e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit Mition. Duat ju bëjmë dije që kjo pikë ka kaluar për shqyrtim në Komisionin e Ligjeve, i cili para se të kalojmë shqyrtim në Këshill do na japë një opinion. Claudio. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë të projekt vendim e shqyrtohet e Komisionit Ligjeve, i cili mbledh datë 28 i pari, pra para 2 ditësh. Dhe pas diskutimeve, ram dakord me propozimin që bëri ekzekutivi, duke miratuar me 4 vota pro si komision. Faleminderit. Faleminderit Claudio. Korumi është shtuar edhe me një pjesëmarrëse, në sallë është këshilltari Albiona Lamaj. Jemi 14 gjithsej prezent. Jemi të hapur për diskutime. Kush e do fjalën? Atëherë, meqense nuk kemi, unë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 4. Projekt vendim mbi kriteret e përdorimit të fondit kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6%. Kush është dakord? 14 pro, s'një kundër, miratohet, faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin dhjetor 2025. Faleminderit Armand. Projekt vendim numër 6, datë 20 janar 2026, për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin dhjetor 2025. Sektori i shërbimit social propozon të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e buxhetit vendor për muajin dhjetor 2025, gjithsej 18 familje me një fond prej
87.949 lekë. Faleminderit. Paraprakisht opinioni i Komisionit të Financave, e cila ka shqyrtuar këtë pikë, masandej kalojmë shqyrtim. Përshëndetje të gjithëve. Komisioni i Ekonomisë u mblodh ditën para 2 ditësh, në datën 28, ka shqyrtuar mbi këtë projekt vendim, i cili është argumentuar në përputhje me bazën ligjore dhe kemi votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Shumë faleminderit Lori. Kemi ndonjë diskutim? Jemi të hapur për diskutime, kemi pyetje, diskutime? Atëherë nëse s'kemi, kalojmë në votimin e pikës 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin dhjetor 2025. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 6, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar 6% për muajin dhjetor 2025. Mition fjalën. Projekt vendim numër 1, datë 19 janar 2026, mbi kriteret e përdorimit, më falni. Jemi te pika 6, Mition. Më falni. Projekt vendim numër 7, datë 20 janar 2026, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar 6% për muajin dhjetor 2025. Sektori i shërbimit social propozon të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e kushtuara 6% për muajin dhjetor 2025, gjithësej 14 familje me një fond total prej 42.751 lekë. Me listën dhe me familjet përfituese në një orë, domethënë. Faleminderit Mition. Edhe kjo pikë e rendit ditës ka kaluar për shqyrtim Komisioni i Ekonomisë. Paraprakisht do doja një prononcim, një opinion. Lori, të lutem. Gjatë mbledhjes së komisionit kemi diskutuar dhe mbi këtë projekt vendim, i cili është argumentuar në përputhje me bazën ligjore, ne kemi vendosur ta votojmë me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit Lori. Jemi të hapur për diskutime. Atëherë propozoj të kalojmë votimin e pikës 6, për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar 6% për muajin dhjetor 2025. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 7, për vendim mbi përdorimin e grantit në bazë performance e fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Paraprakisht fjalën e ka ekzekutivi për të relatuar. Përshëndetje të gjithëve. Projekt vendim numër 2, datë 20/1/2026, mbi përdorimin e grantit me bazë performance fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Në mbështetje të ligjit numër 139 datë 17/12/2015 për veçqeverisjen vendore, nenit 4 dhe 24 të ligjit 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ligjit 10296 datë 8/7/2010 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, kreon 7 ligjit 68 datë 27/4/2017 për financat e veçqeverisjes vendore, vendimin e Këshillit Bashkiak numër 82 datë 17/12/2025 për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe buxhetin e Bashkisë Patos për vitin 2026. Në buxhetin e vitit 2025 është parashikuar objekti me emërtim ndërtimi i fushave të basketbollit në njësitë Patos, në vlerën 10.574.029 lekë. Investimi i cili nuk është realizuar në kohë për shkak të hartimit të projektit, dhe si pasojë objekti nuk është prokuruar brenda vitit kalendarik 2025. Projekti për gjatë vitit 2000 të gjithë faktorëve oponencës teknike pasi çdo projekt pasi duhet i përmendësh Bora.
në përfundim të objektit që ne të jemi në përputhje me të gjitha kriteret e përcaktuara për ligjin e ndërtimit, duhet që në projekti të kalojë oponencën teknike të institucioneve përkatëse, siç është Instituti i Ndërtimit apo Fakulteti i Ndërtimit, kështu që brenda vitit kalendarik nuk është përfunduar kjo procedurë në kohë, për këtë arsye ne nuk e kemi prokuruar brenda vitit kalendarik 2025. Projekti i hartuar krijimi i parkut rekreativ në Lagjën e Re ka parashikuar një ndërhyrje më të gjerë, ku parashikohet krijimi i parkut në Lagjën e Re dhe nxertimi i fushave të basketbollit dhe volejbollit, ose ndryshe zona e cilësuar. Për vitin 2026 prioritet për Bashkinë Patos është zbatimi i këtij projekti dhe nga studimi ka rezultuar që vlera është më e lartë se sa vlera të cilën ne kemi parashikuar gjatë vitit 2025. Dhe vlera e nevojshme është 15.736.060 lekë, për të cilën, pra, në total, granti i përfituar i performancës që i shtohet buxhetit për vitin 2026 është 8.843.866.21 lekë, të cilat janë të ndara 3.955.056 lekë nga granti i brendshëm pra nga pushteti qendror dhe 4.888.810 lekë nga granti i huaj. Përdorimi i këtij fondi do të jetë shtohet vlera prej 5.162.031 lekë për zërin buxhetor krijimi i parkut rekreativ në Lagjën e Re, ku parashikohet dhe ndërtimi i fushave ku përfshihet ndërtimi i fushave të basketbollit, dhe është parashikuar që vlera prej 3.681.835 lekë të shtohet në zërin buxhetor studim, projektim dhe hartimi PDV-ve. Do të theksoj që hartimi i PDV-ve do jetë për vitin e ardhshëm, pasi kërkojnë një kohë më të gjatë studimi dhe bëhet nga ekspert të jashtëm përveç bashkisë. Kërkojmë Këshillit Bashkisë Patos të miratoj shtesën e buxhetit për vitin 2026 nga fondi granti me bazë performance në vlerën 8.843.866 lekë të ndara si kur citova më sipër. B2 të miratoj përdorimin e grantit me bazë performance për shtesë fondi për projektin krijimi i parkut rekreativ në vlerën 5.962.031 lekë dhe B shtesë fondi në zërin buxhetor studim, projektim dhe hartimi i PDV-ve në vlerën 3.681.000. Faleminderit. Bora. Fjalën e ka kryetare e Komisionit Ekonomisë, Citet e diçka dhe struktura buxhetore është e paraqitur në projekt vendim. Faleminderit, Bora. Fjala për ju, Lori. Gjatë mbledhjes së komisionit kemi diskutuar mbi këtë projekt vendim, për cilin si komision konstatojmë se përmbajtja e këtij projekt vendimi është në përputhje me ligjin dhe ne kemi vendosur ta miratojmë pas një ndryshim duke votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit, Lori. Jemi të hapur për diskutime. Kemi pyetje, diskutime? Atëherë propozoj të kalojmë votimin e pikës 7, projekt vendim mbi përdorimin e grantit me bazë performance e fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 8, projekt vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2026 nga fondet e trashëguara nga viti 2025. Moza, të lutem. Përshëndetje të gjithëve. Referuar projekt vendimit që kemi paraqitur, shoqëruar me relacioni dhe tabelat financiare shoqëruar projekt vendimit, kemi përgatitur projekt vendimin dhe kërkojmë miratimin e këtij projekt vendimi për shtesë buxheti në vitin 2026 nga fondet e trashëguara nga viti 2025. Nga rakordimet paraprake që kemi bërë me degën e thesarit dhe me analizën e buxhetit faktik për vitin 2025, kemi fonde që trashëgohen për vitin 2026, vlerën 134.222.000, e cila vjen të ardhurat të trashëguara, të mbetura pa përdorura, 22.435.655 lekë. Me aktin normativ
Numër 11, datë 19/12, kemi marrë një shtesë transferte në fund të vitit, e cila ka mbetur e pashpërndar në planet e buxhetit për vitin 2025 dhe vjen si shtesë buxheti 2025-s, por që i shtohet buxhetit 26-s, me vlerë 5.041.000. Kemi një transfer të pakushtëzuar të trashëguar e papërdorur për vitin 2025 me 58.453.909 lekë dhe një transfer specifike e trashëguar me vlerë 28.290.598 lekë. Referuar burimit shtesë nga fondet e trashëguara 134.222.000 lekë, kemi dhe shpërndarjen e tyre për mbulimin e shpenzimeve si më poshtë. Shpenzime korrente, angazhime të 2025-s që i përkasin faturave që janë të palikuiduara për vitin dhjetorin e 2025-s, vlerën 2.028.159 lekë. Siç thash edhe më lart, shtesën e transfertës pakushtëzuar 5.041.000 lekë e kemi kanalizuar dhe kemi shpërndar për të mbuluar shpenzime korrente që i përkasin shpenzimeve të personelit, për të mbuluar koston e shpenzimeve të personelit që vjen nga rritja e pagës minimale. Shpenzime kapitale vazhdojnë financimi i angazhimeve të 2025-s 113.526, referuar dhe tabelës shoqëruese për investime. Dhe investime kapitale të reja që i shtojnë buxhetit 26 në vlerën 13.625.000 lekë. Burimet, shpenzimet balancuara me 134.222.000 lekë. Investimet shtesë janë parashikuar 4 milion lekë do t'i shtohet financimit të blerjes skrepit për pastrimin e kanaleve kulluse dhe vadice, të cilat vijnë nga trashëgimi i fondeve brenda këtij funksioni, të cilat nuk përdoren në funksione të tjera. Është miratuar në buxhetin e vitit 2026 2 milion lekë dhe i shtohet vlera dhe 4 milion lekë. Është shtesë financimi. Kemi parashikuar fondin që vjen i papërdorur në funksionin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi 3.330.000 lekë për rikonstruksionin e zyrave të MZSH-s. Kemi planifikuar, kemi shpërndar për tu shpenzuar vlera që vjen nga tarifa e papërdorur për menaxhimin e mbetjeve me vlerë 6.295.000 lekë për blerje kontenierësh, të cilat këto nuk mund t'i përdorim në asnjë funksion tjetër, por i shtojmë këtij funksioni për vitin 2026. Dhe vlerën që kishim parashikuar për blerje kontenierësh për këtë funksion nga burimet e tona, e kërkojmë, e kemi shpërndar për të mbuluar shpenzimet gjyqësore për vitin 2026. Shoqëruar projekt vendimit janë tabelat ku janë edhe struktura buxhetore si dhe produktet për çdo program. Faleminderit. Faleminderit Moza. Edhe kjo pika ka kaluar për shqyrtim në Komisionin e Ekonomisë, kryetari i të cilit ka kërkuar fjalën. Gjatë mbledhjes së komisionit kemi diskutuar mbi këtë projekt vendim, i cili është argumentuar në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë pas një ndryshim duke votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit Lori. Jemi të hapur për diskutime. Kemi. Atëherë propozohet kalojmë votimin e pikës 8, projekt vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2026 nga fondet e trashëguara nga viti 2025. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 9, projekt vendim për disa ndryshime vendimi numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit të pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen me varësi për vitin 2026. Përshëndetje gjithëve, sot paraqesim
projekt vendimi numër 5 datë 19 i pari 2026 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27 i 11 i 2025 për miratimin e nivelit të pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen në varësi të saj për vitin 2026. Ky projekt vendim vjen si pasojë ndryshimit të nivelit të pagës minimale, VKM-s numër 776 datë 19/12/2025 për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi. Për Bashkinë Patos dhe ndërmarrjet në varësi, në total përfitojnë 144 punonjës, të cilët janë të ndarë dhe më poshtë. Gjithashtu kërkojmë që të ndryshojmë dhe pagën e sekretarit të Këshillit Bashkiak, e cila njësohet me pagën e drejtorave të bashkisë, në vlerën 140.000 lekë të reja. Faleminderit, Juela. Fjalën e ka kërkuar kryetari i Komisionit Ekonomisë. Në mbledhjen e komisionit kemi diskutuar në lidhje me këtë projekt vendim, i cili është shumë i rëndësishëm pasi synon të përmirësoj kushtet ekonomike të punonjësve të reflektoj realitetin e rritjes së kostove të jetesës. Rritja e pagës minimale përfaqëson një hap konkret drejt mbështetjes së shtresave me të ardhura më të ulta dhe rritjes së dinjitetit të punës. Komisioni e ka shqyrtuar këtë projekt vendim, të cilin e konsideron me ndikim pozitiv social. Ne e kemi votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit, Lori. Jemi të hapur për diskutime, kemi pyetje, diskutime. Atëherë, ju ftoj të kalojmë votimin e pikës 9, projekt vendim për disa ndryshime vendimi numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit të pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen me varësi për vitin 2026. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë në shqyrtim, në fakt jo në shqyrtim, po kalojmë në dëgjimin e pikës 10, raport për dëgjesat publike për vitin 2025. Të materiale keni edhe në email, në qoftë se nuk doni ta lexojmë sërish. Po pra, nuk as kalon as për votim as. Atëherë okej. Të nderuar këshilltar, i nderuar kryetari i bashkisë, ju falenderoj për kontributin në këtë mbledhje. Mbledhja deklarohet e mbyllur.